Antar të aktrimit që zhvillohet në qytetin e Fierit për fatin e mirë toni. Si e keni parë zhvillimin e këtij festivali? Ndoshta është në vijim të ruajtjes së traditës? Ja. Festivali Fierica vjen dhe ka një zhvillim pozitiv në drejtim të përzgjedhjes trupave, në drejtime të marrjes jo vetëm nga brenda por edhe nga jashtë shtetit, sepse këto janë eksperienca shumë të bukura. Siç ishte shfaqja brenda italianëve që ishte trajtuar në një mënyrë krejt tjetër se mund ta trajtonim ne. Po kështu po flas dhe për Tiranën dhe për shfaqjen e Fierit. Gjitha domethënë është cilësor për mendimin tim dhe është gjë e bukur sepse dihet se është 19 herë që shkëmbejnë eksperjenca, takojnë shok, takojnë kolegë, që shkëmbejnë mendime. Dhe unë mendoj se është në rrugën e duhur. Në fakt, dhe të tjerë kanë përmendur shfaqjen e mbrëmshme si një spunto, le të themi, dhe për krijuesit e rinj. Kishte performancë të tillë që ne mund të marrim diçka? Jo, tash edhe neve kemi bërë spektakle, dim të për shembull ato shkolla e aktrimit në Tiranë, Akademia e Arteve, edhe nuk është në një gjë domethënë e paparë që kjo gjë, ata ashtu e kishin bërë zgjidhjen. Ne për shembull atë pjesë mund ta bënim një zgjidhje tjetër, ata i kishin bërë atë zgjidhje dhe mua më pëlqeu ajo zgjidhje, ishte gjë e bukur. Ekskluzivitetin e këtij festivali tashmë ndërkombëtar e ka patur pikërisht qyteti i Fierit. Ky qytet që tregon se gjithmonë ka ditur të mbajë gjallë një traditë shumë shekullore. Këto ditë duket se në këtë qytet mëngjesi bie më ëmbël dhe mbrëmjet zbresin ndryshe. Pasi zhurmësisë së qytetit, këto ditë janë shtuar edhe lëvizjet e artistëve, njerëzve që kanë bërë epokë, ndërsa për nder të tyre, për ditë ka patur aktivitete të ndryshme dhe janë pikërisht të rinjtë e qytetit, ata që nderojnë dhe lartësojnë këto figura që e meritojnë.